ka mbetur komplet i braktisur sepse u them shqiptarëve të vërtetën. Kjo shqiptarëve nuk ju pëlqen. Për shembull, fjala Breshana është një pushkë e gjatë në Shkodër me origjinë nga qyteti Brescia, ku prodhohej kjo pushkë. Marka ishte Brescia, shkodranët e quanin këtë pushkë Breshana. Kjo pushkë kur qëllonte me breshni. A breshët i thon breshërit breshini, duke imituar italishten grandini. Pra nga fjala breshana, pushkë që qëllon me breshni, na del fjala breshni me theks në fund, por në gjuhën arbëreshe është breshini. Një lloj si me theksin italisht grandini në shumës kokrat e breshërit. E tmerrshme. Fjala e shumësit në italisht është bërë njëjës në shqip. Unë mendoj se emrat asnjanës grek janë bërë emra mashkullor në shqip. Rezulton që emrat në shumës në italisht janë bërë emra njëjës në shqip. Grandini është breshini, në gjuhën arbëreshe breshni në shqip. Dhe shkruaj nga fjala Breshana. Pushkë me markën nga Brescia, qytet Italisë. Nga vjen fjala Brescia. Vjen nga latinishtja brix, që e ka marrë nga ilirishtja Brexia me një e të gjatë. Eja e gjatë në greqisht dhe në ilirisht është bërë i. Brixia. Por ka qenë Brexia është një variant dialektor i keltishtes breg. Në gjuhën kelte, brig i thon bregut. Por edhe në gjuhë slave, brieg i thon bregut. Ne themi që slavët kanë ardhur në shekullin e 6. Tani dhe themon, pse ata thonë që slavët kanë ardhur në shekullin e 6? Në shekullin e 6 ndodh një tërmet i madh. Prishet komplet qyteti i Shkupit, shkatërrohet qyteti i Apollonisë. Shkatërrohet dhe Byllis. Të gjitha në një zonë sismike. Bizanti i thret slavët për të rindërtuar Byllisin. Kjo është në dokumentat bizantine. Edhe Shkupin. Dëgjoni me vëmendje. Slavët ishin si fuqi punëtore, si sklever. Bizanti i fton ata, sepse popullsia u rafshua, vdiqën në ndërtesa. Kush do ndërtonte qytetin? Ne themi erdhën slavët dhe pushtuan Shqipërinë, pushtuan edhe Maqedoninë. Atëherë si ishte mundur që fjala brieg, brixia, gjendet në gjuhën kelte, në gjuhën slave, në qytetin e Breshës, Brescia nga Brix. Dhe në iliro helenishten e lashtë, Brexia. Pra nuk justifikohet kjo që erdhën slavët në shekullin e 6, sepse kjo është fjala breg në gjuhën shqipe. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor, po duhet ta dini që kjo fjalë është shpjeguar si fjalë indoeuropiane nga Norbert Jokli. Nuk e dinte ai që vjen nga fjala Breshana, pushkë nga qyteti Brescia. E tmerrshme. Ju lutem na ndihmoni. Ju lutem.